Nga Cambridge në Tropoj 2750 km në 40 ditë të bëra në këmbë duke vrapuar, është sfida e çmendur e ndërmarrë nga Seb Ponari, shqiptari nga Tropoja, prej vitesh emigrant në Angli. Në një ceremoni mikpritje të organizuar në pikën doganore të Hanit të Hotit, Seb shpërtheu në lot kur shkeli në tokën shqiptare. A i tregon se vrapimi në nisi rastësisht, ndërsa tashmë është thyer në një pasion, i cili u finalizua në këtë ultim, ku përshkoi 9 shtete për të mbërritur në vendindjen e tij. Kjo sfidë është një betejë fituar edhe me vetveten, sfidë me shëndetin fizik, por edhe me atë mendor me të cilin Ponari thotë se është përballur dhe vijon ende betejën. Ditën që u nisa e kam ditë që do jetë e vështirë, por jo kaq e vështirë. Në një moment domethënë futa në errësirë dhe ishim në Kroaci, ishin këto rrugë të vogla, rrugë kombësore, rrugë dhish që them unë. Ishte një farë gërmine, një shkom, një 15 metra. Edhe aty e kam pa prerë fare veten rrezik shumë. Vrapi ka qenë një faktor shumë kryesor për mua për të përmirësuar cilëtetin e jetës time. Sfida do të përmbyllet ditën e nesërme, thot Ponari, me destinacion banesën e fundit, ku prehet jati teksa përkujtojnë 10 vjetorin e vdekjes së tij. Me që babi bën 10 vjetorin këtë vit që ka ndru jetë, tash do t'ja dedikoj vrapin babit edhe do shkoj nga shtëpia ime te shtëpia e babait. Në përmbyllje Seb thot që sfidën do ta vijojë deri në jug të Shqipërisë, ku më pas do të shijojë rivierën shqiptare.